Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio lajmeve në Blu Televizion. Pas kronikës në Blu Televizion, ku denoncua situata e krijuar nga depozitimi i mbetjeve përgjatë aksit Vlorë-Selenic, pranë fshatit Qishbar, duket se problemi ka marrë një zgjidhje të përkohshme për të penguar depozitimin e mëtejshëm të mbetjeve. Pas kronikave të njëpasjeshme të transmetuara në Blu Televizion lidhur me fenomenin e ndotjes, ku mbeturina të shumta urbane inerte apo edhe bagti të ngordhura ofron një pamje të shëmtuar në anë të rrugës pranë fshatit Qishbar. Duket se është marrë një mas, janë hedhur kamiona me dhep për të mbuluar sadopak ndotjen, por edhe janë vendosur barriera anësore për të mos lejuar kamionçinat e ndryshme për të derdhur mbeturinat e ndryshme në anë të rrugës. Kujtojmë se ky aks është një ndër akse më të frekuentuara për sa i përket pushuesve vendas, por edhe turistët e huaj të cilët duhet të shkojnë në Bregdet me himar për të pushuar. Problemi i depozitimit të mbetjeve përgjatë aksit Vlorë-Selenic në segmentin e njohur si Rruga e Lumit të Vlorës në fshatin Qishbardh ka marrë një zgjidhje të përkohshme pas kronikës të transmetuar në Blu TV, ku denoncua situata shqetësuese e krijuar në këtë zonë. Pas publikimit të kronikës në vendin ku prej kohësh hidheshin në mënyrë të palishme mbeturina të ndryshme, kanë ndërhyrë mjetet e rënda duke hedhur sasi të konsiderueshme dheu për të bllokuar hyrjen dhe për të penguar depozitimin e mëtejshëm të mbetjeve. Krahas kësaj, janë vendosur dhe bariera mbrojtëse me goma, të cilat synojnë të ndalojnë hyrjen e kamionëve dhe mjeteve të tjera që i kishin kthyer këtë hapësirë në një vend grumbullim të palishëm. Ky segment i rrugës së Lumit të Vlorës është ndër më të frekuentuarit, veçanërisht gjatë sezonit veror, pasi përdoret çdo ditë nga qindra automjete dhe turistë vendase të huaj që vizitojnë fshatrat piktoreske të kësaj zone. Për këtë arsye, prania e mbeturinave përgjatë rrugës krijonte jo vetëm një problem të rënd mjedisor, por edhe një imazh negativ për një zonë me potencial të lartë turistik. Megjithse kjo ndërhyrje ka sjellë një përmirësim të menjëhershëm të situatës, ajo konsiderohet vetëm një masë provizore. Në zonë ende janë të pranishme mbetjet e depozituara ndër vite, ndërsa mungon një plan i plot për rehabilitimin e mjedisit dhe monitorimin e vazhdueshëm të territorit. Banorët e Qishbardhës dhe drejtuesit e mjeteve që përshkojnë çdo ditë këtë aks shpresojnë që ndërhyrja të mos mbetet vetëm një reagim i përkohshëm, por të pasohet nga masa konkrete për pastrimin e plotë të zonës, vendosjen e kontrollit të vazhdueshëm dhe ndëshkimin e atyre që ndotin mjedisin. Vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohet rikthimi i këtij problemi që prej kohësh ka dëmtuar jo vetëm peizazhin, por edhe mjedisin përgjatë një prej akseve më të rëndësishme dhe më të frekuentuara turistike të qarkut të Vlorës. Rikthehet pas rreth një viti lëvizja e mjeteve me 2 drejtime në segmentin rrugor drejt Pallatit të Sportit dhe stadiumit Flamurtari. Ndryshimi pritet të lehtësojë trafikun dhe të ulë rrezikun e aksidenteve, pasi drejtuesit do të jenë të ndërgjegjshëm për lëvizjen e mjeteve në të 2 drejtimet. Rreth një vit më parë, në hyrje dhe dalje të segmentit rrugor që të çon në drejtim të Pallatit të Sportit dhe stadiumit Flamurtari, u vendosën sinjalistikat e reja rrugore vertikale, po ashtu dhe horizontale. Kjo rrugë u kthye vetëm me një sens qarkullimi dhe në hyrje të segmentit rrugor pranë zjarfikses së Vlorës u vendos tabela që sinjalizonte drejtimin e rrugës, ndërsa në dalje të tij në aksin Pelivan Leskaj u vendos sinjalistika e ndalim qarkullimit. Por pavarësisht se tabelat ishin vendosur në këtë segment rrugor, ato nuk zbatoheshin masivisht nga drejtuesit e automjeteve, të cilët qarkullonin në këtë rrugë në të dyja drejtimet, pa u shqetësuar për sinjalistikën rrugore. Mosbatimi në masë i kësaj sinjalistike ka bërë që në segment tabelat të ishen prej andej dhe pas një viti rruga të funksionojë sërish siç ka qenë më parë. Një pjesë e sinjalistikës rrugore vendosur në disa akse kryesore të qytetit të Vlorës, e cila nuk zbatohet, është hequr momentalisht nga pjesa e sinjalistikës. Kjo për shkak se shumë automjete kundërshtonin pikërisht sinjalistikën vertikale të vendosur duke mos zbatuar rregullin. Një imazh i qartë i kësaj situate është pikërisht rruga që të çon për tek stadiumi Flamurtari, e cila më parë ka qenë me një sens drejtimi ku ishte kundravajtje në vendin ku ndodhe momentalisht, por tashmë tabela është hequr prej andej. Momentalisht në këtë aks mund të qarkullohet në të dyja drejtimet,
Tabela vertikale që sinjalizonte ndalim qarkullimi është zvendësuar në 2 tabela të reja, por këtë radhë ato ndalojnë pushimin dhe parkimin e automjeteve në hyrje apo dalje të segmentit rrugor, çka mund të kthejë në pengesë për trafikun. Heqja e tabelave vertikale të rrugës është bërë pasi u konstatua trafik i rënduar përgjatë ditës në këtë segment për shkak të mosbatimit të sinjalistikës. Mjetet që qarkullojnë në të 2 anët e lëvizjes, duke bllokuar njëra tjetrën dhe shpesh duke u kthyer në burim aksidenti. Gjithashtu, vlen të theksohet se ndërmuaj ka pasur një numër vërtet të lartë masash ndërshkimore me gjob për drejtuesit e automjeteve, por as kjo gjë nuk e ka ndalur qarkullimin e automjeteve në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Kjo mënyrë funksionimi, siç kjo rrugë ka qenë më parë, pritet të jap një kontribut të shtuar në lehtësimin e trafikut dhe i qarkullimit rrugor në zonë, me automjete që do të kenë mundësinë të ecin në të 2 senset e qarkullimit, ku drejtuesit e tyre do të jenë të paralajmëruar për lëvizjen përballë tyre të mjeteve, çka ul rrezikun për aksidente. Dhjetra fermer në Drashovic që sigurojnë të ardhurat nga kultivimi i perimeve, foragjereve dhe kulturave të tjera bujqësore, po përballen me mungesën e ujit për vaditje. Sipas tyre, kjo mungesë po u rrezikon seriozisht prodhimin, ndërsa ka detyruar uljen e sipërfaqeve të kultivuara. Fermerët e Drashovicës përballen me mungesën e ujit për vaditje, rrezikohet prodhimi bujqësor. Drashovica një nga zonat me traditë në bujqësi në bashkinë e Selenicës, po përballet këtë sezon me një nga problemet më të mëdha të viteve të fundit, ku dhjetra fermerë që sigurojnë të ardhurat nga kultivimi i perimeve, foragjerëve dhe kulturave të tjera bujqësore, thonë se mungesa e ujit për vaditje po u rrezikon seriozisht prodhimin. Në këtë zonë kultivojnë domate, speca, patogjan, zarzavate, bostan, shalqim, pjepër, si dhe jonxh e kultura të tjera për ushqimin e bagëtive. Megjithatë, sipas fermerëve, sistemi i vaditjes nuk arrin të furnizojë të gjitha parcelat. Vetëm një pjesë e tokave merr ujë, ndërsa pjesa tjetër mbetet e thatë, duke i detyruar fermerët të kufizojnë mbjelljet ose të heqin dorë nga disa kultura. Ata kujtojnë se vite më parë sistemi i vaditjes funksiononte normalisht dhe çdo fermer kishte mundësi të ujiste tokën e tij. Sot situata është krejndryshe dhe mungesa e ujit ka sjell uljen e sipërfaqeve të kultivuara, si dhe rënien e numrit të fermerëve që vazhdojnë të merren me bujqësi. Çfarë tregtoni? Po, tregtojmë domate, speca, patlıgjane, fruta, pjeshkën e mbaruam dje dhe kumblën, kemi ca pjeshkë të gushtit, kemi dhe pak darë që të fillojmë tash na java që vjen, e këto gjëra. Po kryesisht këtu kanë mbetur të moshuar dhe nuk ka të rinj që punojmë, edhe unë që po më pyet jam 70 vjeç. Edhe se tu është punoj dhe nga pasioni po dhe nga interesi se pensioni shumë i ulët. Janë shumë pak kanë lopë, një ditë të janë me dhënë dhe një të dhije kaq. Po çaj i kënaqur ujin që vadis të nxjerr në posi. Nuk vjen ujë. Kanali që duhet të vadis deri në kufim e peshkpin në kohën e atij sistemit. Vaditës është dhe 50 hektarë në... Sot, këtu ku jam nuk është as mezi. Nuk vjen ujë. Pse? Se kanali nuk pastrohet. Ai rezervori derdhet në prruat, slapit dhe veten në lumë dhe kanali është i papastruar. Se është jetik, po në qoftë se ti nuk e ujë, ç'a do bësh? Puno sa duash, si dhe bësh, me të 40 gradë, si dhe bësh, po s'pat e ujë. Këta e kanë degraduar plotësisht sistemin e vaditjes dhe bujqësinë. Unë flas për zonën tonë, se nuk mund flas për Shqipërinë, po flas për zonën tonë. E kanë degraduar. Ujit ka shkuar deri në kufim e peshkpin. Para 8 vjetësh. Sot e 8 vjet, ujit nuk vin këtu ku jam unë. Me çfarë merreni? Me bujqësinë. Konkretisht çfarë? Nisur, plus e para heqjan pensionistë. Nuk më del ajo që ma jep qeveria, se 100.000 ka marrë mua. Jonç, misër, bostan, tomate, speca, patlıgjane, me perim bujqësia kjo. Keni mbjellë shumë sipërfaqe? Po, tokën që kam, 2 lymë na ka dhënë për fryme, unë kam 1.2. Ato kemi. Tjetër, me që rast kam pak ta marrë tablete tjetri, edhe me këto e 25 tek në që pagoj dritat e ujtë. Jo, ka treg blenj këtu? Po, tregu vetëm kalimtar ke për Po, ka blerje? Po, 1.000 lek, 2.000 lek, 3.000 lek. Po sistemi si ja bëni për vaditje? Kam bler pompë.
Se për vaditje është zero këtu. Ne, se na vinë edhe Vinë ashti, se është prishur ajo flangë e liqenit, edhe kanë shurë të në ashti sa të zgjasë për një tjetër. Ka qënë edhe një 3-4 vjetë pasaj u prishën kanale. U prishën kanale të tëra në tjetë dhe nuk vetë të toka. Ujtë në para vadis nga peta, e vendin peshkëpi. Ka organizim nga bashkia, Vadisin tëra toka Sa të rëndësishme sistemi vaditës për zonën këtu? Shumë i rëndësishëm. Është kryesorja. Po ta marrësh nga kryesorja, sistemi vaditjes që ta mbaj fshatarësinë, do themi vitën vetëm ujtë është beharit. Shpenzojmë shumë me mjetet bujqësore, këto edhe ndihmën, më thaj, unë biles kam nxjerrur edhe atë ka niplin, vajta për të aplikuar, që niplin e lek, do mbi 3 hektar, tha ajo, do 3 hektar. Nuk di 3 hektar. Në kooperativ nuk bëjmë do të që jam para. Hajde do të bëj kooperativ prapë mua. Përveç mungesës së ujit, fermerët përballen edhe me rritjen e vazhdueshme të kostove të prodhimit, çmimet e karburanteve, pesticideve, plerave kimik dhe inputeve të tjera bujqësore janë rritur ndjeshëm duke e bërë gjithnjë më të vështirë vijimin e aktivitetit bujqësor. Si quheni? Valerian Caushaj. Me çfarë merresh Valerian? Me bujqësi. Konkretisht çfarë? Perime. Domate më tepër, pastaj nga pak speca, patlıgjane, bamje, barbunja, gjëra të tilla. Shumë të shtrënda, po nuk para përdoni, se shkoni ka zënë dhe smundje ato, po mundohemi domethënë me ilaçe biologjike. Nga punoj 25 vjet në bujqësi intensive, u a di, mirë po njerëzit janë pa informuar këtu shoku. Mund të vend të blejnë atë që duket e bukur, kurse ajo që ka ngrënë krimi apo qesh ashtu nuk ta marrin. Edhe pastaj thon pse na zon smundjet, pse na zuri njëra, pse na zuri tjetra. Po jo, çfarë dele? Pesticidet, punimet, si kanë Nuk dele sapi. Ne kemi traktorat tonë, se ti bësh me tjerët nuk del, vëna xhepi. Edhe çmimet janë shumë të ulta, shumë gruri e këto. Nuk mbulon dot ato qes. Çmimi i shitjes së grurit edhe Gruri e bisër me 30-35. dhe ju vetë kosto. Po vajti vjet, vajti plerat vajti me 150.000 lekë kuntali vjet. Kështu që dolën 10 minutë, jo fitim dhe humbi. Ka shpenzime shumë që tu shjesh. Me pak. Sipas tyre, problemi kryesor lidhet me dëmtimin e 2 saraçineskave në rezervuarin e fshatit 5, nga ku furnizohet me ujë gjithë sistemi vaditjes për Drashovicën dhe disa fshatra të tjerë të zonës. Për shkak të këtij defekti, një pjesë e madhe kanaleve vaditëse nuk furnizohet më me ujë. Fermerët i bëjnë apel bashkisë së Selenicës dhe institucioneve përgjegjëse të ndryjnë sa më shpejt për riparimin e sistemit të vaditjes. Ata theksojnë se pa një zgjidhje të shpejtë, prodhimi bujqësor do të vijojë të bjerë, ndërsa gjithnjë më shumë banor do të detyrohen të braktisin bujqësinë që për dekada ka qenë burimi kryesor i të ardhurave për familjet e kësaj zone. Në qendrat shëndetësore verore ka nisur shërbimi mjekësor me pagesë për të huajt. Sipas mjekes së qendrës verore në plazhin e vjetër Leonard da Colombo, janë në numër të konsiderueshëm të huaj që i kanë pranuar këto tarifa, ndërsa kanë marrë mjekim për virozat, pickimet dhe alergjit. Me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shërbimet mjekësore që do të jepen për pushuesit e huaj në qendrat shëndetësore do të jenë me pagesë. Tarifa, sipas mjekes së qendrës shëndetësore verore në plazhin e vjetër Leonard da Colombo, ka nisur të aplikohet. Mjekja konfirmon faktin se pagesat për të huajt janë afishuar në brendësi të qendrës në gjuhën angleze dhe çdo i huaj që merr shërbimin njoftohet paraprakisht. Sipas Colombos, të huajt që vinë dhe marrin shërbime shëndetësore në qendrat verore janë në numër të konsiderueshëm dhe ata i kanë pranuar këto tarifa. Mjekja bën gjithashtu një rezume të rasteve të cilat marrin mjekim, ku thotë se mbizotërohen gastroenteritet, pickimet dhe alergjit. Sipas mjekes, problemet e shëndetit vijnë kryesisht nga temperaturat e larta, dehidratimi apo dhe qëndrimi për një kohë të gjatë në det. Përgjithsisht, mund të themi se krahasuar me muajin qershor fluksi i turistëve është rritur. Kemi pasur kryesisht shqiptar krahasuar me turistët e huaj. Përgjithsisht rastet kanë qenë gastroenterit, të cilat janë shoqëruar ose jo me diare, dhe reaksionet alergjike të ndryshme nga pickimi i insekte apo edhe nga kandilat e detit. Marrin ndihmë mjekësore dhe shumë të huaj njëkohësisht në qendrat shëndetësore verore. Po. Qendrat verore janë si për të huajt ashtu edhe për shqiptarët. Ka pasur krahasuar me muajin qershor, numri i turistëve të huaj është sfogëluar, por që
çdo i huaj dhe çdo turist që ka ardhur e ka gjetur ndihmën e nevojshme shëndetësore. Besoj gjatë verës apo deri tani të huajt janë shumë, pavarësisht edhe themi edhe numrit me rënje në muaj të caktuar, por janë Po, pavarësisht se nga muaji qershor ka ardhur duke ulur, vazhdon që të jetë i lartë në duke marrë parasysh në përgjithësi, domethënë të turistëve. Çfarë ndihme kërkojnë mjekësore ose çfarë kanë qenë ato simptoma që kanë vizituar kryesisht të huaj? Simptomat që kanë vizituar kryesisht kanë qenë diareja, kanë qenë të vjellat, kanë qenë dhimbjet e forta dhe krampet muskulare. Dhe përveç këtyre, edhe për sa i përket reaksioneve të ndryshme alergjike, si nga të kruajturat, si nga marrja e frymës, apo edhe rashe kutane. Moshat më të prekura ose kush ka qenë ajo grup moshë që dominon dhe themi? Krahasuar me muajin qershor, në të cilin mizotëronin moshat e mëdha, moshat e treta, nga mosha 65 vjeçë dhe lart, në këtë muaj është parë që kemi rritje edhe të moshave nga 15 deri në 44 vjeç. Por që kryesisht moshat mbizotëruese janë nga mosha 15 deri në 65 dhe lart. Për të huaj shërbimi ofrohet pagas apo shërbim me pagesë? Tashmë shërbimi për turistët e huaj është me pagesë. Çmimet e pagesave janë të ilustruara që në hyrje të ambulancave dhe qendrave verore dhe ata bëhen me dije që në momentin që vinë. Si e presin këtë vendim kur i thua që është me pagesë? Kryesisht ka pasur reagime pozitive, domethënë kanë qenë mund të themi as të lumtur as të mërzitur, por që kanë qenë pozitive dhe kanë qenë të gatshëm të paguajnë për shërbimin. Besoj kanë marrë shërbim cilësor. Po, as nuk diskutohet. Ishte që janë ndihmes qendrat verore për Po, duke qenë se kemi probleme të shumta për sa i përket reaksioneve alergjike, dermatiteve, rasheve të ndryshme kutane dhe gjithashtu edhe të vjellave dhe diareve, mund të themi që kanë qenë një ndihmë shumë e madhe për turistët, si të huaj dhe shqiptarë. Asgjë. Qendrat shëndetësore verore janë hapur prej datës 1 qershor në shërbim të pushuesve vendas dhe të huaj, si edhe banorëve të zonës gjatë sezonit veror. Ato ofrojnë ndihmë mjekësore të nevojshme 24 orë në çdo ditë të javës. Qytetarët të Vlonjat shpresojnë se me futjen e Europë, mirëqenia e tyre ekonomike do të rritet, duke filluar nga rritja e pagave dhe pensioneve, por besojnë dhe në zhvillimin e vendit me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Por të tjerë janë kritik pasi sipas tyre vendi nuk përmbush ende kriteret për të futur në Bashkimin Evropian. Viti i ardhshëm është përfolur si periudha kohore në të cilin vendi ynë do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Po çfarë fitojnë qytetarët e Vlorës nga futja në Europë? Lidhur me temën, vlonjatët ndajnë opinione të ndryshme, për shumicën antarësimi në BE sjell veç të mira. Qytetarët shpresojnë se me futjen në Europë mirëqenia e tyre ekonomike do të rritet, duke filluar nga rritja e pagave dhe pensioneve, por edhe në rang vendi do të realizohen projekte madhore me mbështetjen e Bashkimit Evropian, që do të sjellin zhvillim. Qytetarët ndërkohë komentojnë edhe vendimin për vendosjen e euros si monedhë kombëtare e Shqipërisë në vend të lekut. Dhe të bëjnë si të doj qefi, si të jetë me e mira për ne. Do ndryshoj, pse ata janë me mira ndej dhe ne këtu pensionin të ullt, ata pse i marrin gjitha të larta, edhe ne maso do ndryshoj, si të jetë me mira. Gjithë bota me lek të huaja dhe ne do ndryshojim. Po do mësoj dhe tani jemi mësuar me euro, ne i maj miru papshi. Qysh fiton apo unë vetë? Fitore. Plotson kushtet. Grupin e pare realizoj. Po fiton më vlla, qa fiton? Qa do ti të pish kafe tër ditën edhe të rish e të jape Europa. Unë nuk jam as analist, as gazetar, u a bëj atyre, që jam financier, pyet bankjerët ti më vlla, qa më pyet mua. Kesh të vështirë ti të mësohesh me euro? Qysh e kam, unë jam mësuar. Po. Jam mësuar, pra. Konvertoj, ku na bjen fëmijët. Ndërsa për disa prej qytetarëve vendi nuk përmbush as pak kriteret të futet në Bashkimin Evropian dhe antarësimi do të sillte veç vështirësi. Shikoj Evropa nuk futet as për Edi Ramën, as për Sali Berishën. Dua Shqipërinë. Nëse pensionet do rriten, do vënë të paktën gjysmë për gjysmë me Evropën, ne do bëjmë. Në mos ta diskutosh fare. Shqipëria është katastrofë, këtë që vllai. Është katastrofë. Unë kam bret 60 Evropës. Futemi dot ajo? Jo, gjallë botë. Ta jap me këtë me një deklarata. Po si mund futemi në euro? Këta po vjedhin Evropën. Se si ka mundësi? Është më lartë Evropa, apo është më lartë Shqipëria? Po qa po është e pa diskutueshme.
këta vjedhin, këta mashtojnë, vinë turistit, këta po e vjedhin, po i shkatërojnë. Shumë të vështirë, jashtë mashtet të vështirë. Ta bëje dirëve me mua të dalë debat televiziv, që asem të gjitha njërët e nga njërë. Shqipëria nuk do futet njërë në Europë, ti është i sigurt se dhe Edi Rama nuk e do që Shqipëria të futet në Europë, po nuk e do sepse, po u fute në Europë ka regula. Nuk mund ti të meresh me pisleqe të bësh ti qatë duash. Ata do të vendosin regula pa të futesh në Europë. Unë jo, s'fitoj asgjë. Nuk fitoj, qa do fitoj unë si që? Paru mbet, momentalisht? Po, momentalisht unë bas atë që jemi keqe më keq po shkon vëndi. Ja, edhe qa do fitoj unë të vemi në Europë. Po qa do futet eura, futje, nuk bëhen këto gjëra. Mbaje mund, po ta them unë për shumë vite. Do ta kesh të vështirë të mësohesh me euro? Jo, unë jam e mësuar se kam qenë jashtë, e di. Di ta përdor euron. Faleminderit. Po unë dua që të mësojnë këta pensionistët me euron, që e mbrojnë Edi Ramën nga mëngjezi deri në darkë. E merën 100.000 lekë pension, ai dhe thotë rrof partia. Ju përshëndes. Ndërkohë vendi ynë deri më tani ka kaluar disa nga grup kapitujt më të rëndësishëm për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, duke plotësuar disa nga kriteret bazë. Gjithashtu ka nisur hapat e para të ndryshimit të monedhës kombëtare nga lek në euro dhe pritet që brenda vitit të ardhshëm leku të dalë nga qarkullimi. Një 31 vjeçar nga fshati Van ka rënë në prangat e policisë së Sarandës. I riu vodhi një automjet të OSHE-s dhe dhunoi punonjësin që e drejtonte. Gjatë kontrollit fizik, 31 vjeçarit u gjet dhe një thik, këto dhe të tjera në kronikën nga Rendi. Një 31 vjeçar nga fshati Van ka rënë në prangat e policisë së Sarandës. I riu vodhi një automjet të OSHE-s dhe dhunoi punonjësin që e drejtonte mjetin. Gjatë kontrollit fizik, 31 vjeçarit u gjet dhe një thik. Sipas njoftimit zyrtar të policisë Sarandë, shërbimet e komisariatit të policisë Delvin, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë dhe me shërbimet e forcës kombëtare të sigurisë, finalizuan operacionin e koduar thirrja, në kuadër të cilit u arrestua 31 vjeçari banues në fshatin Van. Ai u lokalizua dhe u kap pa kor pas kallëzimit të punonjësit të OSHE-s se një shtetës e kishte dhunuar për t'i vjedhur automjetin e kompanisë, i cili u gjet dhe ju kthye subjektit në zbatim të urdhrit të prokurorit. Më tej gjatë kontrollit fizik, shtetasit ju gjet dhe një armë ftohtë thik, sipas njoftimit të policisë. Në pranga kanë rënë ndërkohë dhe 2 persona të tjerë, një 26 vjeçar u arrestua pasi u gjet një pistolet pa leje me krëhër dhe fishek në makinën që po lëvizte. Ndërkohë një 30 vjeçar nga Belshi u arrestua në Qafbot pasi po transportonte me automjet tip Volkswagen 5 shtetas nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët synonin të kalonin ilegalisht në Greqi. Një zjarr i madh preku mbrëmjen e së dielës pyet e fshatrave Andon Poçi e Undkuq në Gjirokastër. Tereni kodrinor vështirësoi ndërhyrjen dhe forcat zjarfikse që kanë punuar intensivisht deri në izolimin dhe shuarjen e flakëve. Një zjarr në një sipërfaqe pyjore midis fshatrave Andon Poçi dhe Undkuq është konstatuar mbrëmjen e së dielës në Gjirokastër me njëherë drejt vendit të ngjarjes. U nisën 2 grupe shërbimi me 2 automjete zjarfikse. Me mbritjen në vend ngjarje u konstatua se zjarri kishte 2 vatra aktive, të përhapura në 2 kodra të ndryshme. Për shkak të terrenit të vështirë ishte e pamundur ndërhyrja me automjete. Si pasojë e sipërfaqes së konsiderueshme të përfshirë nga flakët, situata është vlerësuar si një zjarr masiv, ndaj është angazhuar i gjithë efektivi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Forcat zjarfikse kanë punuar intensivisht për izolimin dhe shuarjen e flakëve, me qëllim parandalimin e përhapjes së zjarrit drejt fshatrave Andon Poçi dhe Undkuq. Efektivëve zjarfikës ju deshën disa orë për të neutralizuar vatrat e zjarrit dhe për të normalizuar situatën. Plazhi Semanit, një destinacion turistik që tërheq pushues ditëve të verës. Vetëm 18 kilometra larg qytetit të Fierit, ai vjen me hapësira pafund bregdetare, me rërë të imët kurative dhe plazhe familjare me ujëra të ngrohta.
Plazhi i Semani, 18 km larg qytetit të Fierit, me hapësira pafund bregdetare me rërtëimët kurative dhe plazhe familjare me ujëra të ngrohta, është një tjetër destinacion turistik që tërheq pushuesit ditëve të verës. Kryeministri Edi Rama publikoi sot në rrjetet sociale pamje nga ky plazh mjaft i preferuar nga qytetarët. Plazhet Darizes dhe Seman po kthehen gjatë viteve të fundit në të preferuarit e shumë turistëve të huaj, pasi janë plazhe të virgjëra me rërë të pastër dhe ujë të kthjellët. Vija bregdetare e Fierit nuk ofron vetëm plazhe, por edhe vende fantastike për aventurë, eksplorim, peshkim apo sporte ekstreme. Një tuf delfinësh ka dhuruar spektakël në gjirin e Vlorës, duke mahnitur turistët që udhëtonin me gomone turistike drejt ishullit të Sazanit dhe gat ishullit të Karaburunit. Shfaqja e delfinëve u prit me entuziazëm nga turistët, të cilët nuk nguruan ta filmonin dhe fotografonin këtë moment. Një tuf delfinësh ka dhuruar një spektakël të veçantë në gjirin e Vlorës, duke mahnitur turistët që udhëtonin me gomone turistike drejt ishullit të Sazanit dhe gadishullit të Karaburunit. Delfinët u shfaqën pranë mjeteve lundruese, duke notuar përpara gomoneve dhe duke luajtur mes dallgëve. Me kërcimet dhe lëvizjet e tyre elegante, ata krijuan një shfaqje të rrallë natyrore, e cila u prit me entuziazëm nga turistët, të cilët nuk nguruan ta filmonin dhe fotografonin këtë moment me telefonat e tyre. Pamjet e regjistruara tregojnë delfinët duke shoqëruar për disa minuta gomone turistike, ndërsa her pas here dilin mbi sipërfaqen e ujit, duke krijuar emocione dhe duar trokitje mes vizitorëve. Për shumë prej tyre, ky është hera e parë që shihnin delfinë habitatin e tyre natyror, duke bërë udhëtimin edhe më të veçantë. Pamje të tilla janë gjithnjë më të zakonshme në ujërat e gjirit të Vlorës, sidomos në ditët kur deti është i qetë dhe kushtet atmosferike janë të favorshme. Prania e tyre konsiderohet edhe një tregues i biodiversitetit dhe ekosistemit të pasur detar që karakterizon zonën e Karaburunit dhe të Sazanit. Delfinët vazhdojnë të jenë nga bukuritë më të veçanta të bregdetit të Vlorës, duke i shtuar edhe më shumë hijeshin udhëtimeve turistike dhe duke u dhuruar vizitorëve kujtime të paharrueshme nga një prej destinacioneve më të frekuentuara të Rivierës. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.